Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim këtu në YouTube për t'ju promovuar një produkt tjetër të kompanisë Forever Livingu që është Forever Garci Kthime. Ky produkt është një produkt i cili është prodhuar me një cilësi të lartë nga fabrika e produkteve të kompanisë Forever Livingut. Vetë nga emri Forever Garci Kthime, kuptojmë që garcik në gjuhën shqipe do të thot hudhër, ndërsa thime do të thot trunza. Dhe si që dim, këto dy përbërje bashkë janë një përbërje shumë e fuqishme e cila ndihmon në dezinfektimin e organeve të brendshme të organizmit tonë. Dhe ky suplement është prodhuar nga ekstrakti, nga bashkimi i dy vajrave të hudhrës, që është bërë, do me thënë, kanë shtypur hudhrën, apo nuk e di se si e kanë bërë ato. Do me thënë, është prodhim është tek kjo kapsula këtu, do me thënë, ndodhet vaj i hudhrës dhe vaj i gjethes së trunzës. Tani, ky produkt është e veçanta e këtij produktit është sepse në këtë produkt të gjithë ato njerëz që nuk e durojnë dot aroman e hudhrës, te ky produkt është pa aromë, do me thënë nuk e ndjen aromën e hudhrës. Dhe kjo është shumë e domosdoshme. Do me thënë e ka atë hudhrën aty, por ti nuk e ndjen aromën sepse është mbështjell në kapsulë. Dhe kapsula e bën që shpërndarja e aromës së vajit të hudhrës të shpërndahet kur të shkojë tek zora e trashë dhe jo në stomak, do me thënë, dhe ti nuk e ndjen aromën e hudhrës. Si që dim, trunza është një bimë që antioksidante me aromë dhe shumë e fuqishme për dezinfektimin e organeve të brendshme të organizmit tonë. Ndërsa hudhra ka vetit e saja shumë të veçanta, sepse, si që dim, hudhra është përdorur para 5.000 vjetësh në Egjiptin e lashtë. Njerëzit që drejtonin punëtorët për të punuar piramidat, u jepnin të gjithë punëtorëve, çdo ditë u jepnin hudhër, sepse për t'i mbajtur të shëndetshëm dhe që të kishin fuqi që të punonin dhe të mbaronin punët e tyre. Dhe prandaj vlera e hudhrës nuk i ka hikur dhe vazhdon të jetë akoma një përbërës shumë i domosdoshëm në jetën e përditshme të njerëzve. Sepse hudhra ka vlerat e saj të pa krahasueshme me bimët e tjera. Hudhra është antiparazitar, do me thënë hudhra është një bimë që përdoret kundër parazitëve. Hudhra gjithashtu mbështet të shëndetin e enëve të gjakut, i bën ato, i dezinfekton, i pastron. Gjithashtu dhe kur kemi enë gjakut të pastra, atëherë edhe qarkullimi i gjakut dhe zemra do punojnë më mirë, do me thënë mbështet shëndetin e zemrës. Pastron enë e gjakut, mbështet shëndetin e zemrës, rrit imunitetin, lufton parazitët dhe të gjitha këto. Dhe mos harroj të them që hudhra përmban edhe përbërës sulfik shumë të larta që ndihmojnë trupin për të pasur një imunitet sa më të mirë. Gjithashtu, hudhra është një përbërës e cili përmban alicin, do të thonë alicina që ka hudhra është e njëjtë sikur ti të pish një penicilin. Dhe gjë e cila e bën
shumë veçantë hudrën. Dhe kështu që sa të bëni një penicillin më mirë, e merr këtë si suplement dhe nuk pi ilaçe në trupin tënd. Dhe kur përdorim këtë produkt, do me thënë unë këtë produkt e përdori tani me që përdora probiotikun 30 ditë, do i bëj një shkputje probiotikut dhe tani do përdori këtë Forever Garcic Thiamine. Do ta përdori në mëngjes. Do me thënë për desinfektimin e organeve të brendshme. Dhe me këtë produkt unë do rris imunitetin dhe do jem më e fuqishme dhe nuk do smurem shumë. Megjithëse unë s'para smuhem shumë, po kështu pra, kjo është një produkt që unë e dua shumë sepse ka hudrën. Ka hudrën dhe hudrën që nuk më bezdis. Është hudra që është edhe më bën mirë, po edhe nuk më bezdis dhe nuk më shqetëson aroma e hudrës, por përkundrazi më shëron dhe më jep imunitet dhe energji. Kaq për këtë produkt. Dhe në këtë kutin këtu ndodhen 100 kapsula të vogla. Mund të pish 2 copë në mëngjes. Me aloe vera mund të pish ose me ujë. Kaq. Ciao.